po të diskutojmë sonte, pas 2 ndeshjeve të para, është momenti I mirë psikologjik për Egnatian. Po. Fryn era se e rrit moralisht tek... Po qofse e rref Dinamo Egnatian, pastaj si do thoj Zoti Alili, si bie pastaj? Se ky humbi dhe Bastin, e diti që na mori në Rogozhin pagoj, jo, po ta them unë këtë që bën për Egnatian kështu tani. Po mbla ta marroj se nesër do mbiesh I gazetar nga skraparit I do... Nuk ka rëndësi nga skraparit, po tani ka unë Bastin tani me Dinamo. Marroj mendimin që tha Dikush vjen nga Rogozhina, dikush nga Nuk ka rëndësia, nuk ka lidhje. Po, kështu që kjo është Shqipëria jonë. Edhe probleme. Po Shqipëria pra, jo Rogozhina. Po, Shqipëria. po pikërisht pra, Shqipëria është dhe skapari, është dhe... Po jo me jo ka qenë kapiteni Librazhit ai vetëm, po ç'ke ti mos vësh. Librazhi skuadër shumë e madhe. Po pse çka ka bërë ka fituar Champions League në Librazhi? Po pikërisht. Që është shumë e madhe. Ku e gjendi fjalën shumë e madhe? Po ç'a të them? Jo pa thuj tamam. Qëse Gëzaria e ka fjalën si farmaci zotri, përshohe para se ta thush. Profesor, tre gjëra njeriu nuk I sjell në jetë, është emri, prindrit dhe vendodhja. Po le pa këtë. Po qofse u ulimi të llojit llogore pastaj. Një sekond, ecim. Kur kapi këtë detaj, do të thotë momenti psikologjik është se 3 ndeshje I dha një rezultat mirë Rogozhinës dhe Rogozhina e ka aset atë se rritet dhe psikologjikisht. Dhe të mos ketë bë kampionat mirë. Aq më keq pasaj që Elbasani ka bë një autogol se ka fut Rogozhinën në lojë për titull. Se Elbasani po t'ishte më I mirë menaxhuar dhe me I pikë ishte shumë mirë sot. Absolut. Po sigur. Po Çfarë pra tham që edhe Vllaznia. Po edhe Vllaznia me Dinamo. Barazim të kishte dalë. Kjo javë që vjen është javë e barazimeve. Ata me etjen e madhe dhe me atë pjesën që jo rastisht nga Sova Milotin që I thash ndeshjet fitohen duke u luajtur në fush, nuk fitohen duke ne në studio televizive. Nëse ndryshon një dinamik, një rezultat, nesër e përsin e merr skuadra tjetër. Të treja ekipet kanë dhe mundësinë dhe shanset po thuj të barabarta për të synuar seriozisht titullin kampion. Si shikon Zhuba tani shanset më të mëdha që ta fitojnë titullin? Unë shikoj që fitojnë. Direm dhe njërë tabelën e klasifikimit të Final Four, të lutem regjia. Pavarësisht nga ndeshja sot, atëre 31 pikë Egnatia, Vllaznia 31 pikë, Elbasani 31 pikë, bëdhe këtu trafik në një vend, Dinamo 27 pikë. Unë shikoj që fiton Elbasani kampionatin. Kështu e shikoj. E shikon që e fiton Elbasani. Po si do e fitoj Elbasani? Do mundi Vllaznin edhe... Pavarësisht nga ndeshja sotme. Pavarësisht nga ndeshja. Edhe që kalendarin, nëse kemi të ndeshjeve si vinë? Kyçi I kampionatit, ekipi që e ka dorë kampionatit... është Dinamo. Se kuj do e japi për mes lojrave të veta është Dinamo. Dinamo e ka dorë? Ka dhe kapacitetin me I bë dom. Po nuk ka pikët? Po s'ka pikët. Po shiko mua, është luan pa presion. Sa e pa drejtër? Si kualitet kush lu më mirë? Dinamo se këto tjerët? Dinamo është më e çliret emocionalisht. Të bën gropën në këto ndeshje se ekipet tjera janë në presion. Dhe Dinamo me kë e ka ndeshjen e radhës? Dinamo e ka me Elbasanin. Dinamo me... Isa kush lu këtë javë? Atëherë, janë të shtunën dhe dielën janë takimet, do të luajë Egnatia me Vllaznin, dhe të dielën është Elbasani me Dinamon. Elbasani me domethënë... Unë mendoj që java e dytë është shumë përcaktuese, pavarësisht çdo lloj rezultati sido që dalin, sepse në qoftë se në gjykimin tim Vllaznia mund Egnatian, për mua është 90% kampione, edhe në bazë të renditjes. Kush, Vllaznia? Vllaznia, po sa I duhet, vetëm fitore? Po sepse nëse fiton 3 pikë, Vllaznia... I duhet, ka ndikim golabarazhi apo jo? Po patjetër, shiko, për gjitha që na ndjekin është kështu, merret për bazë, nëse ka barazim pikësh... Po dhe ata që s'na ndjekin, na ndjekin më vonë në YouTube, gjithmonë jemi me Gasport TV, prandaj. Meqense do të merret në konsiderat takimet që janë përballë, për shembull në këtë rast, Egnatia është këtu për shkak të golabarazhit të kësaj fitore 0-4. Në qoftë se do të jenë në barazim gjatë gjithë kohës, Vllaznia do të shikohet se si ne do dalë, pra Egnatia do të mbarojë me Vllaznin. Në qoftë se Vllaznia nuk humbet me Egnatia, por është në pikë barabarta, Vllaznia shpahet kampione për shkak se I ka marrë Egnatias 8 pikë në ndeshjet direkte gjatë kampionatit. Po në qoftë se fiton Elbasani me Dinamo? Në qoftë se Elbasani, po flasim nëse vendi I parë dhe vendi I dytë është mes Egnatias dhe
Vllaznis. Në qoftë se fiton Elbasani, patjetër që fiton Elbasani kampionatin, sepse Elbasani ka golevraj më të mirë sa i përket kampionatit, edhe me Vllaznin, edhe me Egnatin. E ka +2. Teorikisht Elbasani ka më të thjeshtë nga ana mentale ndeshjen. Unë mendoj ndryshe, sepse Elbasani do të ketë shumë më të vështirë për shkak të këtij Elbasani me kë? Me Dinamo. Atëherë, Dinamo përgjigjet. Nuk ja thjeshtoj pak Okej, Qelmeta, e ka organizuar kampionatin shumë mirë. Kjo javë që vjen është javë e barazimeve. Janë javë e barazimeve. Të dy ekipet do dalin barazim. Qoftë Egnati me Vllaznin. E bukur kjo. E bukur. Ose dalin barazim Egnati, pastaj ka shumë të javë ke barazim dhe java e fundit që të funksionojë kjo formule kaq kontestuar. Java e fundit do bëjë që të mbushë edhe stadiumi në dy krahët, e do kemi që Egnati do dali kampion me golavarash. Parashikimi. E ka shumë vështirë, sepse si me Dinamo, si me Elbasanin dhe me Vllaznin, me këllu ndeshjen e tretë Egnati? E ka me Dinamo. Egnati e ka me Dinamo. Po si do mushet stadiumit? Jo, flas për Vllaznin. Se do mushin stadiumin. Si do mushet stadiumi kur luajë Egnati atë takimin Vllaznia Elbasani. Vllaznia Elbasani e mbush stadiumin. Kjo është takimi 31 maj. Kjo është pjesa. Kjo është ajo esenca e formulës që thonë në fund fare që funksionoi shumë. Unë mendoj që Dinamo është në objektiv se ka marrë kupën. Po Dinamo ka kry punë. Po, kështu që edhe jo është ngar akoma matematikisht. Nuk është ngar më bjerë me çalapsi bën. Atëherë, në qoftë se Berishën që kemi patjetër, në qoftë se takimet pra rivalet, Egnati apo themi Vllaznia del barazim dhe Elbasani del barazim në takimin e tretë dhe Dinamo arriti fitojë mundi edhe Egnatian, po fiton edhe me Elbasanin, shkolla Dinamo shpallet kampione. 3 pikë barabarta. Kjo është vetëm formulë. Dakor. Po. Shansë dhe saj vetëm 2%. Regjia, e kemi Berishën. Përshëndetje kampion. Do të them kampion sepse ke qenë kampion një ndër lojtarët që kisha shumë qef në ato kohë, se ishe i shpejt me Skënderbeun, vajten grupe, vajten Champions League, gjë që nuk e shikojmë në futbollin shqiptar. Kemi harruar të luajmë në Europë. Kemi 10 vjet luajmë këtu brenda gardhit, me njëri tjetrin me pasa. Ti e gjujte më mirë, unë e gjujta më keq. Në Europë jo. Në Europë jo. Vetëm ty të më i mend që vajtem me Skënderbeun e madh. Prandaj të them kampion. Urime për ndeshjen e djeshme Berisha dhe një performancë fantastike e Dinamos për ballë Vllaznis. Faleminderit shumë, se pari duhet t'ju përshëndes gjithëve aty në studio. Për mua është kënaqësi që t'jem në panelin tuaj të bisedojmë për rreth futbollit. Sa i përket çështjes që patëm lojën e kaluar, ishte një ndeshje shumë e mirë, e përgatitur shumë mirë nga ana jonë. Besoj se e kemi vlerësuar maksimalisht kundërshtarin edhe nëse vazhdojmë kështu ndeshjet, besoj se padyshim do luftojmë të dyja ndeshjet forte dhe të shohim shanset tona që i kemi deri në fund. Bernard, ishe dje mu duke sigur po vrapoje prapë si në rini. Unë fakt thash, ky Berisha nuk po lu, po lustron stolin e rezervave të Dinamo, e ka lënë vrapi, po atë që pash dje në fushën e lojës, ti ishe vlla nuk ndaloje. Qa po ndodh? Pse nuk luan? Të më drejten, kam pas edhe ca lëndime, edhe ndoshta hapësira nuk kam pas shumë për shkak se realisht litarët edhe grupi janë paraqit shumë mirë, edhe ndoshta edhe pak mosha edhe gjitha anët që ndoshta edhe profesorin e skemin e tij nuk më ka pa ndoshta shumë aktiv. Por që unë gjithmonë jam qenë i gatshëm edhe jam qenë për offer skuadrës, offer bashkëlitarëve të mi, me gjitha përvojën time që kam, jam mundu me jep më të mirën për skuadrën. Mendoj se në ca ndeshje kena mujt për me bë pak më mirë, mi fitu në ca ndeshje, sepse nëse i kishim fitu vetëm 2 ndeshjet e fundit si Borën edhe Partizanin, mendoj se do ishim fuqishëm në garë për titull. Ka ndonjë shans Dinamo që të fitoj titullin? Po ne e kena bisedu edhe me presidentin edhe me profesorin edhe i na mbledh gjithë litarët edhe gjithë së bashku, edhe çfarë do që ndodh, ne do mundohemi që t'i luftojmë ose t'i fitojmë të 3 ndeshjet, vetëm për shkak të gjithë atyre tifozëve që janë të pranishëm në stadium, sepse ne duhet mendojmë edhe për ata, sepse realisht në kohët e fundit shumë pak tifozë ka nëpër stadiumet tona, gjë që kjo jo vetëm mua, besoj gjithë na shqetëson, edhe duhet bëjmë diçka më shumë që ata të vinë
në për stadiume dhe të përkrajnë edhe ekipet e tyre. Po të kërkoj se vitin tjetër Skënderbeu, të thoj hajde njërë të bëjmë Skënderbeun e madhë prapë, do shkosh ti? Për momentin unë kam kontrat me Dinamon, të përfundojmë edhe këto 2 neshe dhe pasaj do shojmë gjitha opcionet që e kemi, por pikës pari du të bisedoj me presidentin, sepse me atë kam marrëveshjen, edhe dëshira ati dhe imja është ta shmallim Dinamon kampion, sepse tek e fundit unë për atë kam marrë tu, që ta ndihmoj Dinamon që ta shmalli kampion, po për fat keq i kena humbë ca neshje që nuk është dashur t'i humbim, menimi im.